Ai Kimeri, fillimisht ta dim që është vllai i Hakim Merit. Vllai i Emeri Merit. Dhe këtij vllai Kimerit, vllaut Hakim Merit, ju ka vroni vllau në nëntor të vitit 99. Ai vllau që ju ka vrarë dikun, ju ka marrë, bas e ka kry shkollën, edhe u shku dikun monet asqarive se ka vrarë dikush. Ja kanë marrë, kanë kidnapu. Kështu që e ka drejtën e Zotit me lypa e vllaun e vet, sikur që ti e ki drejtën e Zotit me lyp vllaun e tënd nëse të ka bëu dikush diçka. Apo kupton? Po dhe, po s'pa e mohon kur kush. Nuk mund me apo drejtën e Zotit. Po historia ju është edhe e diskutuam këtë punë. Ai që e kërkon vllaun e vet përmes Serbisë. Apo kupton? Ai ka zgjedhur udhën e vet. A gabim? A gabim? Gabim. Gabim. Jo gabim. A është ndershme? A është ndershme? Jo gabim, po pështësi. Kush do që një herë ka full me Serbi, ju e kërku vllaun e vet, ajo pështësi. Do kush do që ka kërku shokët e vet përmes Serbisë, ajo pështësi. Kush do që ka kërku komunikatën 59 përmes Serbisë, ajo pështësi. Ajo idea, ajo shpioni Serbisë. Po unë ato se këmë bon. Unë i këmë kërku shokët e mi përmes shqiptarëve të Kosovës. Përmes teje mi lem, teje kështia shqiptaqin edhe të falenderej shumë me më kërku falje. Te më sa me luftokën dhe i falenderej shumë. Te disa këmë bon luftë për komunikatën 59. Prandaj, mes me pa pas dhe me thonë për kërkesa e faljes që ka ardhë, unë jam ish lirum sepse si këmë për jo fanzivës të rëve me mosë. Prandaj, gjithka që këmë bon këtë jetë e këmë bo haptas. Gjithka që këmë bon këtë jetë e këmë bo para publikut, para televizionit, para gjithë televizion. Da jo, a ban me thot dy sane që po i thamë me qënësimin debat e të demantom që se janë dë vërteta. E pora, do me të tregu një diçka. Aqë sot ty të ka djegë në shpirt komunikata 59. Aqë më ka djegë mu në shpirt, kur ti më ke thonë mu në studio, me lafet e Faj Kimerit, që unë kam dërgu dokumenta me qantë në hagë. A bandlo me fullime. E kam inqizimin O edhe unë e kam inqizimin që ka thonë për ty, po më s'flasë sonte se ta kumë thonë privat. Problemi që unë atë kumë taku unë me vajikun ty. Pret, a banë bret me që... Aje taku vetë atë kumë taku. O pret, ti e taku me Faj Kimerin në Gërmi, u konë faton në... Jo, si më taku unë e ju kini thirë mu. Jo, kini thirë mu, unë ju marë pa Jo, unë asë kumë thirë, ka thirë fatoni me femi po drimqokun, se unë si më konë takem. Jo, unë ju marë pa vërë. Pret, edhe dyta, për qatë angazhim që e kumë bon për komunikatën 59 për ty, nga mirë, hera porë po e thamë, jam gjykat që ashim tho që ka lyp edhe ashtë halollën dhe në gjykat 200.000 euro. 200.000 euro nga... E pa vërtet o kja, si e pra to, je për shkrimin e bot të sët që ka bo dhe të ka përmene emnin ty, ka për dit ty vetë që me pa dit ato që ka bo. Së është e vërteta e që po të. E ti për shka jese, ka mune ma ke që u t'i letre. Ti jo buka po kulloqi, ti ty be... Jo kulloqi, jo për buka. Jo buka po kulloqi. Ashim tho që më ka pa dit që vlovët Fadil Geci... E ka pa dit edhe vlovë tem. Jo vlovë një. Londën tem, Halilin e ka pa dit. Halilin nuk e di, po flasë për Londën time, që unë e kur një... Për Londën, digjëm, a shimë thoqi, ka pa dit ty, për shkrimin e botë të sërë, jo për ato që po thuti. A mo nëse kumë shkru... shkru në botë të sërë, po më interesën kjo. Qyshe një Faj Kimerin? Faj Kimerin e një si vlo Hakim Merit. Po.